Në lidhje me këto incidente, ju lutem sqarojeni gjykatësve se çfarë mund të keni egzageruar në libër nëse keni egzageruar diçka. Po unë kam ndoshta e kam paraqit strukturën organizative dhe zinxhirin komandues si strikt. Unë dua t'ju sqaroj që ushtria qëndrore e Kosovës ka qenë ushtri e rregullt vullnetare. Pra, prej ushtarit parë dhe deri në të fundit ka qenë vullnetare. Pra, krejt pjesëtarët nuk ka qenë e mobilizuar në bazë të ligjeve të qeverisë, të Ministrisë Mbrojtjes e tjera, por është vetë organizuar në baza vullnetare. Zoti prokuror, është rregull edhe në ushtri tjera, çdo ushtri ose njësi vullnetare ka do përgjegjësi, obligime që dallojnë nga ushtrit dhe njësitë të cilat mobilizohen në bazë të ligjeve edhe urdhrave. Për shembull, në qoftë se një ushtar që vjen vullnetar paraqitet në brigadë dhe vjen vullnetar, pas një muaji për shkak të shkaqeve që të ndryshme ai e lëshon njësinë, nuk quhet dezertim, se ai vullnetarisht ka ardhur dhe vullnetarisht shkon. Edhe të zbatimi i urdhrave, pas zinxhiri komandues, mundet njësiti apo ushtari vullnetar mos me zbatu ndonjë urdhën edhe ai nuk përgjigjet para do të thotë organeve që ajo ushtri vullnetare i krijon për të kriju dhe ndërtu disiplinë brenda strukturës së asaj ushtrie. Pra këto janë dallimet që dallojnë një ushtri e cila ndërtohet me ligje, bazë të ligjeve dhe nga institucionet e shtetit, me ushtrit e rregullta vullnetare që vetë organizohen dhe krejt pjesëtarët, prej të parit e deri të fundit janë vullnetarë. Ky ka qenë një egzagerim shumë i vogël, jo i madh, do të thotë, por ne jemi respektu, njësitë tona e kanë respektu shtabin e përgjithshëm, do të është respektu struktura, komandanti i brigadës i zonës, por në instalimin e zinxhirit komandues duhet me pas parasysh që të njësitë vullnetare nuk shkon njëjtë sikur të njësitë të cilat ose të ushtarët të cilët mobilizohen me urdhra dhe në bazë ligjeve dhe në qoftë se i thejnë ato ligje përgjigjen para organeve drejtësisë të atij shteti. Let's please turn to Ti kthehemi faqes që mbaron me numrin 3043 në të dy versionet dëshmitar. Këtu shohim të përmendet viti 2000. Ky ka qenë viti kur është botuar ky libër që përmban intervistën tuaj? Që është botuar dhe kjo historia ime e paraqitur në këtë libër jam unë. and was it published in 2000? Është botuar në vitin 2000? Ne jemi prit oficerët shqiptarë me dur hapur në luftra në Sloveni, në Kroaci, në Bosnë dhe kemi lënë emna. Po emna të pashlym në ato luftra dhe rezervat që shpreshin ndaj nesh kanë qenë të padrejta, ka qenë kontraproduktive dhe damtuese për luftën edhe për fillimin e do thotë ngritjes së ushtrisë qendrore në Kosovë. Ushtria qendrore e Kosovës sipas nesh ka pas nevojë kyçjen sa më të shpejt të kuadrit profesionist të shkolluar menjëherë në Kosovë për ngritjen e strukturave organizative edhe për ngritjen e rezistencës më efikase, më profesionale për çlimin e Kosovës. E kam zbut pak për shkak
të një balanci që unë e ku maj ton jetën edhe këtë luftën. Edhe viti 2000 ishte karakteristik në Kosovë, kishte përfundu lufta dhe unë mundohesha të mbaj balancin mes edhe vijave të ndryshme, qoftë politike, qoftë po, dhe kjo është aja që unë deshta të plotësoj këtu. Njeri kyç i logjistikës për ushtrinë shqiptare të Kosovës në Shqipëri, edhe a ishte kamguls, do të thotë që sa ma shumë oficer, sa ma shumë ushtarak të futen në Kosovë në radhë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E di që ka bo përpjekje maksimale që sa ma shumë, do të thotë, kolegë të mitë që ishin me përvoja në luftra në Kroaci dhe Bosnë, me arë në Kosovë dhe shumë prej tyne i kom thirë edhe me kërkesën e ti, sugjerimet e ti, edhe të Ibrahim Kelmendit, mos të harojmë, edhe ai ka qenë në një vijë që sa ma shumë njerëz të kyçemi dhe kanë ardhur. Më kujtohet që unë i kom prit edhe Kadri Kastratin, edhe Bina Gashin, edhe Xhelal Hajden Tonin, edhe Idris Balen, dhe përmes vijes Ilir Konushevcit, edhe Qerim Kelmendit, që ishte në Berancur, i kemi fut në Kosovë. How did you know? Sa nga i dinit ju, pa ato ato që keni thonë ju këtu, pra që një pjesë e shtabit qendror të UÇK-s ishte pro hyrjes oficerëve në Kosovë, e një pjesë tjetër ishte kundër hyrjes së tyre në Kosovë. Nga e dinit. Në Kosovë, na oficerët, një numër i madh i tyre kemi ardhur nga gjitha vendet. Unë jam ardhur nga Slovenia, betejë e Prekazit ka nisë me 5 mars, unë jam ardhur me 8 mars në Kosovë, në Tiranë, me uniformën time që e kom pas nga luftimet në Kroaci. Atë uniformë unë e patarujt të do shokët mitë. Pastaj kanë ardhur Bisim Zyrapi, Agim Ramadani, Hafir Hoxha, Gjafer Gashi, Kadri Kastrati, ka ardhur ky Agim Qela, kanë ardhur prej Kroacisë Gjafer Kabashi, edhe të tjerë që ndoshta tash s'kujtohen, dhe prej gjithë neve oficerve u caktu Bislim Zyrapi me pas lidhje me një shtab, ne merrshim që një shtab qendror i UÇK-s që është në Tiranë, do thotë. Bislimi ishte ajo lidhja e gjithë oficerëve që rrishim bashkë në Tiranë dhe që ishin ardhur për gjitha anëve për të kyçur në Kosovë me qatë shtab që unë kur s'jam interesu as ku e ka selin as shtëpin, as sot nuk e di. Dhe ai thonte që ka rezerva për futjen tonë në Kosovë edhe në ngritjen e strukturave organizative të UÇK-s mbrana. And you mentioned Sa po përmendet se keni shku në Tiranë më 8 mars dhe në intervistën me ZPS prokurorin këtu tha që e keni hy në Kosovë më 21 prill. Mund të sqaroni ju pra ke kishit pas ndërmend vërtet kështu që të qëndroni në Shqipëri rreth një muaj e gjysmë? Jam koni bindur që brenda një dite e dy do të hyj në Kosovë. and why did you Po pse nuk keni hyrë në Kosovë brenda 1-2 ditësh? Po ashtu, ishin qëto kinse si përgatitje, unë pastaj nuk ndajta ashtu kot. Jemi kyç me Bisim Zyrapin, ndihmë Ilir Konushevcit edhe
edhe strukturës, ngritjes së strukturave të kompeve në Shqipëri. Me Bislim Zyrapin e kemi ngrit një kamp të trajnimit të ushtarëve në Qerret afër Durrësit. I ka caktuar Bislimi Binak Gashin edhe Kadri Kastratin mu morë me trajnimin e vullnetarëve që vishin vullnetarë nga gjitha anët për mu kyç, dhe ne ishim të mendimit që duhet me pas ata një përgatitje spaku fillestare ushtarake para se të hynë në Kosovë. Ky Agim Ramadani, Hafir Hoxha edhe Gjafer Gashi e ngritën një kamp në një mal dajti që quhet afër Tiranës. Pra ngritën dy kampe për trajnimin e ushtarëve. Unë, Bislim Zyrapi edhe Naser Idrizi shkuam në bazat e logjistikës në Kuks edhe në Bajramçor për të ngrit strukturën organizative të bazave që armet të cilat grumbulloheshin në ato baza, mu dekonzervu, me u bë kontrollimi teknik i tyre, dhe që ushtarët kur të morrin armën me shku në Kosovë, arma me qenë funksionale, se kjo nuk kishte pas ndodhur. Kjo nuk kishte qenë ky organizim në ato baza. Ju jepshin ushtarëve armët e konzervume dhe kishim dëgju që kish pas raste që kanë qenë armët jo funksionale kur kanë ra ushtarë në prit. Pra këto i kemi bë. Tjetër, pjesë të tjerave armëve i kemi këshillu dhe mësu se si duhet, për shembull, minat antitanke ka qenë 3 lloje, se cila e ka pas shkrepsen e vet mekanike, pra duhet mina adekuate me pas shkrepsen e vet adekuate, jo me ju dhonë të ndryshme se e bardh kot në Shqipëri. Pra më kujtohet që këto i kom spjegu une në Bajramçor, se unë i kom njoft këtë armë, se gjatë shkollimit kom qenë i shkolluar për këtë lloj arme, dhe më kujtohet mirë që e kemi bo një punë të mirë, që ushtarët që vinë vullnetar nga perëndimi, mas pari me kalu e kompet e trajnimit, pastaj me shku në bazat e logjistikës, me i marë armet funksionale dhe me to me hynë Kosovë. Pra, me qenë armet teknikisht në rregull. Mendoj që kjo është një punë e mirë e neve profesionistëve që kemi bë, dhe duhet gjykatën dhe ju, zoti prokuror, të ju njoftoj që për një fakt që në fillim prillit e vitit 98, Bislim Zyrapi, Agim Ramadani dhe unë kemi vendosur që në ushtrinë shqiptare të Kosovës mos me pas mina kundër kamësorisë. Pra, edhe ju lutem, është e vetmja ushtri që gjaton kohës sa ka vepru dhe funksionu, nuk ka qenë e trajnume, as nuk ka pas në përdorim arma, do të thot, minat e antikamësorisë. Toka jonë ka qenë, shteti jonë ka qenë, ato mina kanë mujt me met aty të fshehura dhe dekada ma vonë, me damtu e fëmijë civil kafsh, pra dhe këto ja kemi komunikue Ilir Kunushevcit dhe i kemi thonë, jo urdhën, na nuk kem pas mundësi me i thonë urdhën Ilir Kunushevcit, por e kemi këshillu dhe i kemi thonë që kur mos t'ju jep ushtarëve dhe mos të mësohen ushtarët për përdorimin dhe minimin dhe krijimin e fushave të minave kundër kamësorisë në territorin e Kosovës. Kur do që të ndodhë në histori, në të ardhmen, ndonjë incident i tillë, ushtria shqiptare e Kosovës ka me qenë e liruar nga fajësia që është fajtore që një fëmijë apo një diçka, një civil, dëmtohet nga minat kundër kamësorisë. E kemi ditë
që as Rusia, as Amerika nuk i kanë nënshkru ato konventa për mospranimin e armëve e minave antikamësoris, por ne i kemi zbatu. E kemi nënshkru, pa e nënshkru.